What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And where to find that you're not there? What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Always seems to me. Sorry seems to be the hardest word. O, çfarë trishtimi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, Kjo është melankolike. Është që këngë e bukur, është këngë që melankolike. Çka lidhje ka? Se di, ashtu më dha një vibe trishtimi në mëngjes. Duhet ta kishte nisur me më shumë energji. Një artist i vërtet. Ermina do hapat mëngjes. Një artist i vërtet nuk mund të kënoj këtu vetëm hajde ritëm. Isha duke dëgjuar Iron Man nga Paolo Nutini sot në mëngjes dhe vjen Besiana thot, është kjo. Dhe është ajo pjesa fix ku lëretaj. Mirëmëngjes, mirë se erdhët të gjithëve, data 15 janar. Kemi vajtë mes të muaj tashmë, po jemi me 15 janar, zyrtarisht mesi muaj janar, pra iku gjysma e parë, edhe gjysma e dytë jam bindur që do kaloj më shpejt. Se si të gjithë tashmë, do marrë atë energjinë e shkurtit pa ardhur akoma. Kam të njëjtën bindje. Mësuar ditëlindjen gjithë atyre që ka me datë 15 Vitë gjitha. dhe jetë të lumtur. Janë bërqap janari ata që kanë ditëlindjen sot. Edhe ato që martohen me datë 15. Kush martohet në këto të ftohtë me Jo, të nuk është drejtë. puna ato të Në ftohtë. Australi është verë tani. Kam përshtypje nesër, pas nesër, sot është e njëjtës. Para bën njëri das më. Sot është dita botërore e kapeleve, me qëra fjalla. O, sa interesante. Shumë interesante. Shumë interesante. Kapele që vëmë në normalisht, apo ka ndonjë lloj kapele specifike? Kapele astronaut. Kapele më? Këtë dion tani Kapele kapele. kapele që nga ato të ndaja të shu. Ki përsysh Po na duhet një kapele për ta pasur Spanjë. si simbolik të kësaj ditës. Ato kapele të mdhaja në Dërsa Spanjë. në SBA, Martin Luther King Jr. Day, festohet të hënë në 3 e të janari, që shpesh i bie data 15. Fantastike. Dona, kapësh një mariachi me kompanja quando canto mi canción? Me që vajtëm të kapelet në Spanjë dhe për hir të kapeleve një dedikim. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan al dinero ni el amor. Cantando en mi caballo, por la sierra yo me voy. En la escena si la luna ya me dice dónde voy. Bravo. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Imagjino si nisin emisionet e mëngjesit në Spanjë. Gjashëm si kjo. Jo, shuhen për popull që ka shumë karizmë dhe energji. Edhe portugezët e kanë të njëjtën karakteristikë, janë shumë interesant. Okej, dhe ne po përshtatemi me vibe-in e tyre dhe po sjellim pak kështu. Edhe ne si me Frymë të keqë, huaj. si që thatë ju shqiptarët në përbot, Qas bëj? kam fjallën edhe ne nuk kemi keqë si shqiptarë, edhe shqiptarët mbahen për energji e për karizëm. Flasim realitet. E vërtet. Jemi të mirë. Kemi që kemi, po paktën të të dyja i kemi. E vërtet është, e thënë nga ti, merë tjetër vlerë. Në thënë drejtën edhe merë. Po, si më keni kaluar, si ishte dita dje për ju? Mirë, me punë. Të punët e jashtme. Për të emisionin. Nuk s'ka pas në i eveniment, në i njarje. Tu dolëm, Mes javë. bëm gjiro.
pim kafe, takojmë ca miq. Gjërat zakonshme. Gjërat zakonshme. Po, Apo ka në gjithë të bajmë. Jo, ma këto. Po. Bëm pak pushim në shtëpi, sensi që shkuam në shtëpi, u qetësuam, pas të vazhduam me punët. Ti e rregullova makinën apo ende? Ti tani mos më prek në plagë të vjetra, ç'ky muhabet që hap. Sa u bën të vjetra, keme. Ai shumë koka. Jo të vjetra, janë akoma plagë të hapur, Shi plagë nuk po rikuperohen jo shekullore, po më shumë se shekullore. Jo, duhet të përmendim faktin që Romina njëherë shkëndaj që tentoi të gatuat dhe të shtëpinë dhe që i vuri flakën të shtëpisë. Faleminderit Krista dhe tjerë që kujdeseni për imazhin tim të përditshëm, që të rënohet sa më shumë. Mjaftoi që ka qenë ushqim dhe jo ujë, se ka njerëz që djegin ujin. Faleminderit. Ai dogje. Gjetuj me tenxherën, domethënë. Nuk ai dogje, kështu që. Me thënë të drejtën, ishte një situatë që mezi kam marrë frymë. Nuk e dija që orizi, kur karbonizohej, vinte aq erë e keqe, sa të dishte të asfiksonte në moment. Qa thua, bo? Po. Ta dim, edhe ne. Dhe që djetë thashë, Romina të shtoti me gatimin. Jo, Romina, thjesht kur ke punë të tjera dhe di që do harrosh, të ishtë largoje nga soba dhe shpëto. Jo, unë bëra një llogari më të mirë, thash, po i vë pak në zjarë sa të shkoj unë market, edhe po vide po i gjej gati. Nuk i kemi akoma këto superfuqi të mamave tonë, super power mom. E gjeta gati të përvëlluar, po të rëndësi ka kjo. Okej. Kështu ishte dita ime. Se syqyr. Nëse po zgabova, kështu nuk mëson are. Do vazhdoj dhe pyes veten kur do vi dita që do kemi fuqi të mamave tonë. Kam përshtypjen se prezion kur. Jo, më pse, është me eksperiencë ajo. Kam përshtypjen që ndryshon automatikisht kur bësh mami. Jo, nuk ndryshon. Do shta stërvitesh më shumë. Stërvitesh më shumë, po nuk ndryshon me pult. Por ato janë në shtëpi dhe bëjnë 3 punë të tjera gjatë kohës që ka vënë gjellën në zjarre. Kupton? Romina vetëm në market po shkoj dhe harroj. Puna është me orë pune, pra si që dhe ju kur moderoni nuk është se keni menin që do të them tani që do të them pastaj, ju vjen natyrshëm. Edhe atyre i vjen natyrshëm procesi. E kanë orë punë. E vërtet është, nëse është superfuqi mamash. Qa hangre si përfundim? Qa hangre në atë atmosferët lezetshme aromatike që mori shtëpia, bëra dhe peshk po aty dhe... Pas ka kinaq. Pak dhe kështë parë peshku në skuqër. Po të skuqej peshku, Krista, do kësha pritur dhe qerekore më shumë. Bo. Edhe shtëpia pastaj nuk do futesh ato të më. Dhe mënd për herë tjetër, thjesht merri numrin atij tipit, thuaj, ma bëj peshku ngati sa të zbres poshtë unë. Kam një huq se duhet i pjek vetë, e kupton? Prandaj. Po nejse. Muhabet tjetër. Gjithsesi, mirë. Është me programin se muhabetet tona s'mbarojnë kurrë. Kush do të vi pari? Ta nisim. Se pa çka se jemi në mes të janarit, shumë e kanë nisur palestra dhe shumë jo. Shumë kanë nisur me atë vrullin e madh që kam shtuar, kam abuzuar për festa, do e nis direkt palestrën. Dhe automatikisht rrugës bien, pastaj demoralizimi, që është 3 ditësh motivimi, pastaj fillon edhe demotivohen totalisht. Ka njerëz që e marrin me lente, me qetësi, nuk përpishen ta marrin atë vrullin e madh me dieta drastike apo me shumë palestër, gjë që për mendimin tim mendoj që kjo është më e mirë, kur e nis pak nga pak dhe jo me atë vrullin e madh se automatikisht të bie edhe motivimi. Kemi Remilin të ftuar në studio, instruktor palestre, personal trainer. Remilin e kemi pasur dhe më parë, dhe sot do të flasim pak me të si të heqim këto kilogramët e shtuara, përveç se në mënyrë të shëndetshme në palestër, por edhe ta mbajmë pak motivimin, sepse ne dim tashmë që muaji janar është një muaj pak që edhe energjit bien, nuk ka më festa, gjë që njerëzit nuk kanë vullnet pastaj jo të bëjnë palestër pas të rrinë kot në shtëpinë e tyre, nuk e durojnë dot veten ndonjëherë. Faleminderit që na përshkrove jetën, Krisa. Ndihemi ndonjëherë. Kështu pas çka unë kam thënë që janari nuk është se më zhdukur aq. I keq, unë kam parë plot njerëz që shkojnë në palestër, mbas se kam parë të njëjtat fytyra që e kanë kthyer në rutinë. Nuk e parë pyrje të reja? Pyrje të reja jo s'ka kapsyrë. Jo, do të thotë që njerëzit janë treguar të kujdesshëm dhe nuk kanë shtuar shumë peshë sa për të filluar me një herë palestrën. Por edhe për fillestare do duhen këshilla. Po, duhen. Ne që nuk e kemi me shumë qejf palestrën, duhet pak shtys, pak motivim që të mundemi ta bëjmë dhe ne trupin si gjithë të tjerët që shkojnë palestër. Thjesht mos më nis me vrull, them unë, se kam qenë vetëm një ndër ato persona që e nisja kështu me vrap.
edhe aj që kisha, as një fikse dhe më binte pas të motivimi, s'do të shkoja më, mërzitesha, kështu që pak nga pak. Për mua ka funksionuar kështu. Me dhunë? Jo, i thoja vetë që nuk po shkojmë palestër për trup, po shkojmë palestër sepse kur bëja palestër ndiheja mirë. Ndiheja energjik. Po shkojmë palestër për ta bërë lifestyle, për të qenë jo për të pas pritshmëri. Vetëm mund ndiem keq kur shkojmë palestër. Gjithmonë. Të gjithë ndjen. Lejtë që bëjnë kështu, të gjithë ndjen keq. Po ti thua, po shkoja që të ndjesha mirë. Jo, kur bëja palestër, mas i dile nga palestra, isha shumë energjik. Po, palestra t'jep shumë energjik. Pas palestrës, dilja komplet i djersitur, kisha planet tjera, tha, do të shkojnë shpit, laj flokët, thaj flokët, sa të shkoja atje, ishte ftohtë, dilja në kokën e lagur, robat, do ndrosh, o, zoti madh. E di, po për mua kështu ka funksionuar. Jo, po asë. Edhe kur nuk ke pritshmëri, afat shkurtër, ti shkon, nuk është se ri para pasqyrës duke pa, o, kamera, s'kamera, kam bëhet mu, s'kam Ka dhe nga ta që bëjmë, prandaj na duhet pak ndim nga instruktori dhe trajneri personal për të na futur në rrugën e duhur. Po, do flasim me Remilin. Më pas, vjen në studio Paula Gjoshi, e cila është fizioterapiste dhe flasim për hernjen diskale, për simptomat edhe trajtimin e dur, jo vetëm me anë të fizioterapisë, po edhe me anë të këshillave dhe ushtrimeve praktike që mund të bëjmë edhe në shtëpinë tonë. Pjesë shumë e madhe njerëzve e vuajnë këtë problem. Për shkak të punëve të tyre, mund t'jetë diçka e iniciuar nga jeta e tyre sedentare, nga ata që kanë punë zyre dhe janë gjatë gjithë kohës ulur, apo ata që kanë punë që mund të ngrijnë pesha të rënda, janë personat më të prirur për të pasur probleme me hernjen diskale dhe kanë nevojë për ndihmë për ta kapur në fazën fillestare që të mos agravohet dhe të përfundojë pastaj në ndërhyrje kirurgjikale. Kështu që me Paulën flasim sot për gjitha këshillat për ta kapur herët dhe për ta trajtuar në kohë. Mirë. Më pas, Tiri? Do të kemi Tiri? Më pas do të kemi Endri Kaçaçin, faktikisht, për të kërkoja në internet. Endri Kaçaçi ka qenë konkurues bashkë me mua dhe Fifin këtë vit në festival. Ka arritur të marrë vendin e 7 në kompeticion, edhe pse me votat e jurisë faktikisht doli shumë më lart se sa vendi i 7. Është një këngëtar shumë i mirë, më ka bërë shumë përshtypje Endri, sepse kam pas një orë më parë, po jo si këngëtar Endri. Endri e kishte debutim në festival, ishte për herë të parë? Më duket se po, e ka pas debutim në festival në Endri këtë vit. Edhe thash, e kam një orë më përpara, jo si këngëtar dhe jam habitur se sa pra që pak kompas, a i ka pas kënduar, kupton? Po, ka qenë që i vogël, në fakt. Po, thjesht nuk shfaqe ai shumë, po jam habitur që më thënë kishte bërë ai shumë hapa të mëdhenj për aq pak kohë. Është edhe model Endri? Më duket se po. Nga statura, nga këto fotot? Më duket se është marrë me modeling. Më duket se është marrë me modeling. Po ne të flasim për rrugtimin e tij muzikor këtu sot. Do flasim për të gjithat, me çfarë ai është marrë njët në vete, në muzikën patjetër. Në rast se po, në rast se është marrë modeling, po do flasim për modelingun, në rast se. Në rast të se. Më duket ja ata shuam kot. Po jo më nuk gjykova nga fotot. Po. Se është i bukur thua. Ka statur modeli. Po. Edhe nëse se ka bërë asirë, mira është ta përvojtë. O guri mbar, doja sjellin në ndërmend që ta vazhdoj. Dhe, kërkimin në mbrapa, në fund fare me çfarë do e mbyllim, recetën e Mirës, që Mira ka bërë recetë aziatike me mish viçi, oriz dhe perime. Oho! Mira ka filluar dhe, ose më saktë, ka nisur janarin shumë shëndetshëm. Me çfarë po kuptoj unë? Çfarë është aziatike këtu, apo në një lloj salse? Kam përshtypjen këto perimet. Mënyra se janë prer perimet. Po, susami që vendoset. Po. Tani mbrapa oriz është oriz. Ka dhe oriz mbrapa. Jo, receta aziatike nuk do të thotë që të ketë një produkt aziatike, kupton, base dhe aziatikët përdorin mishin apo qepët e njoma. Të është një recetë aziatike. Brokoli, e servirë në tillë mënyrë, ndoshta e bëjmë vetëm ata. Se ne s'fare na pëlqejnë, kështu që perimet e gjata ti përzejmë me mish apo jo? Po. Jo, nuk e para i përzim. Nuk para i përzim, okej, orizin me mishin e ham. Por kam përshtypjen mund t'i do orizi, lloj orizi që përdoret për ushqim të tillë. Duhet shumë interesante, Mira është shumë kreative. Duhet parë. Ka goxha... Pash recetën e fasuleve di, se u bëra shumë kurioze dhe i bënte në tavë dhe ato pjesët sipër ishin rrota qepe, nuk ishte qepe më fill. Fantastike. Ç'të haje, domethënë që nga videoja. Do ta provoj. E do them pastaj kam thënë.
Unë të më së përvo. Po. Së fëjë më këtë më abetës. Edhe një orisë që dhe shbërë, dhe si kërë flakën palatit. Me gjëra që të bëjve. Do të aprovoj në mbikëqyrjen e mamit. Me fasullet. Ashtu po. Po. Mirë. Mirë, okej. Këto janë të ftuarit për sot, në fillimisht e nisi me energjinë e dur dhe me videot virale të përzgjedhura nga Tiri Gjoci, i pari dhe i vetmi. Okej, mirë. Sa e gjetët vetën të ajo situatë e autobusit për dalesën? Shoferit, a përshtu me taksin. Si mashkull që jam, besoj shumë meshkull bjenë dhe korë për mu që s'kemi pas pik turpi. Vërdet? I themi shoferit në loj, ma dhe e thoni me bënim dhe për shakana e jerë. Qa sikleti e kemi pas në jam. Në fakt, njëna ndodhë të goca, sidomos kur isha vetëm, sikleti ishte më i madh dhe ishte ullur nga fundi autobusit se aty kështë gjetur vend, se me dasht ullesh në fillim, se kisha më të leti, thoja, o Gjagji ndalo pak të lutem. Dhe a i s'dëgjon ti, o Gjagji të lutem, o Gjagji! Po ti ishe në fund të autobusit, do të shoheshe. Po, do shkoja atje, do filloja këshu, e këpërësysh autobusit në jeqe dhe ti e këshu. Që që thë, mami, hajde, s'po në alin berat, po në aloj ku di unë. Kam shkuar njërë deri në Skrapar, afer. Po jo se kisha turp ndaloja, por isha duke u marrë me një fëmit vogël që ishte në sedilje një zonjë dhe tu lujt me fëmijën arrova me zbrit berat. Ika, kore kuptove dhe shkush kjo lagja, nuk e njo, se po fillon dhe të tërsoj. E një dhe gjëmë ka ndodhe dhe mua, gjatë kohës që shkoja në shkollë, unë shkollën e kisha si bje, këtu lartë në Kinon Studio. Po. Dhe merja të buzën e kombinat, po thuaj se çdo ditë që më linte ande. Dhe tani, me çfarë kuptova dhe unë aso kohë, ishte që kishte dhe autobus kombinat dhe autobus që të qonte edhe në Tufin. Po të dyja ishin portokalli, si që janë autobusat. Por ajo tabela që lexon në Tufin ishte përpara. Edhe unë e kapa autobusin pikërisht në stacione. Kupton dhe i hypa mbrapa. Nuk e pash nga para. Unë i tani në autobus, okej. Po sepse rruga është njësoj gjithkohës, deri në momentin që ndahet pasaj që të qonë ose lartë për Kinon Studio ose ishte shkoj për Tufin. Unë atë momentin nuk e kapa, sepse isha në telefon. Dhe ku ngri moment kokës e shoh tani një rrugë, ore ku jasë se jo këtë rrugën. Ecën autobusi, thash, ose ka ndryshuar në një lloj vendodhje për shkak në një bllokimi. Po i bish kurt. Nuk e di, atë mendova fillim, po dërgoj që atë vonë për leksion, edhe që pyes moment Faturinën dhe i them, fal, ku ndodhemi? Janë Tufin, thamë. Mirë se erdhët në Tufin. Po si të zbresë këtu tani, po jatë edhe një stacion, tha dhe është fundi i... Kthesh prap. Kthesh prap, tha. Në fund Tufinës. O, zoti, po shikoj që dhe rruga po zjaste pak si shumë. Ma afër ke pas burrerin aty, se thash. O, zoti, po ke ka qenë nga parë dhe që jam gatruar kështu. Po, kurse ke mendjen kështu. Shkela dhe bërë parë Tufin, që mu dukshë si vënd. Experience. Ishte, si kur isha komplet, jo, jashtë Tirane, po... Okej, mirë. Jemi gati për të parë horoskopin tani? Po. Çfarë thuhet për horoskopin? Sikur se paska me sheftirit. Hajde, hajde më japi. Jeri ka frikë se mos i del mirë akrepi sot, sepse dje tha nëse akrepi është mirë sot, do në japi drejt neve. Që thashe? Ndër të tjera. Ikim horoskopi. Il Dascio, oggi la giornata. Dita është e mrekullueshme për gjithë ata që janë në një lidhje. Do provoni eksperienca të reja me partnerin dhe do ndjeni vërtet të lumtur. Edhe beqarët do t'jenë në humor shumë të mirë dhe më të hapur ndaj njojeve të reja. Financat paraqiten të qëndrueshme ndaj mund t'i lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim më tepër se zakonisht. Mirë. Ditë e mirë për dashin. Po më çudit ky janar i stabil me financat gjithë, ndërkohë që realiteti është gjithë janë ngrohtë. Po janë bërgëzuar me njerëzit, nuk harxojnë më shumë se s'kan pasur. Kanë menduar për ditë të zeza. I peti fishek zjarre s'ka pas fare të vit. Kot fishek të bu. Është ma bet tjetër ai. Ju blet fishek zjarre? Unë kam ja 4 vjetë që s'blej, sepse nuk gjej. Unë nuk e di ku i gjejnë ta njerëz. Ti tjerë i bleve? Unë nuk blej se është e jashtëligjshme, Romina. Po unë sikur të pashtë. Jo, ideja është e jashtëligjshme. Ka liq të shkruar që nuk lejohen? Po, nuk lejohet shitja, jo blerja the. Një kosisht, po. Po, pra dhe një. Organizuar nga shteti.
Sepse prap Tirana buçet kur vjen ora 12, mos të buçet që me 30. Mundësisht edhe kur ka ditëlindje ora 12, ka fishek zjarri. Unë imagjinoj atë sportë, ato që merren, për shembull policat e ku diun, kush merret me këta që i gjurmojnë. Në i task force, në i gjurmojnë. Kodë fëtës po merret askush, Jo, që imagjinoj këto tani, domethënë në realitet, që mendoj unë, botën time naive në kokë, që janë vërdata gjithuar, vjen ora 12 e natës, edhe duhet të ndalojnë gjithë njerëzit që shesin fishek zjarri, edhe vjen, papritur, vjen ora 12 e natës edhe plas gjithë Tirana e fishek zjarri, ato gjithë. Mos, na iku të këtë vit. Janë shqetësuar shumë në fakt. Me thënë të drejtën nuk kam gjuar tjetë kapur në një për që atyre vitet të bërgjë. Janë kapur, jo, individi janë kapur biznese që tregtojnë. Okej, mirë, ikim tek Demi. E thotë për Demin. Okej, ekziston rreziku që partnerit ju lërë disi pas dore sot dhe të shoqërohet me një person të ri. Që shkja more? Nëse merr një vesh, mos reagoni në mënyrë impulsive apo histerike. Si ne tani. Por përpiqeni të flisni qetësisht dhe maturi. Kush ishte ajo? Kush je ti? Beqarët do vazhdojnë kërkimet, por pa rezultate konkrete. Financat do menaxhohen mirë dhe nuk pritën probleme. Po mirë, beqarët të shkretët vazhdojnë kërkojnë dhe nuk po gjejnë gjë, këta që kanë partnerë këta gjejnë. Si ka mundësi, more? Moj, ky person i ri, mos po e keq kuptojmë, ne le të sillemi si të dashura mirë kuptuese. Po do ju lër disi pas dore sot. Kush sot lër pas dore sot? Një mund të jetë një person, një shok nuk është që ai i ri. I ri, një shok i ri. Shok i ri, dalë pas dore për një shok të ri. Po, është shok i ri sa e ka njohur dhe e fton ai për një udhtim. Po ja pas jafe pra, po e boni ashtu. Bravo, më pëlqeve këtu, bravo. Që lega partnerja për person të ri, për një... E partnerja dhe partnerja. Për person të ri edhe në base, por jo për shok të ri. Se mund tjetë për të dyja. Që shkjo shok të ri... Për person të ri lihet partnerja. Jo, nuk lihet, po them, si më thënë, e kemi parë që ndodhë, pra kur të rathojnë, kur të rathojnë lentët padashurën pas dore dhe lidhen me një tjetë. Lentët padashurën, për shok është e pa falsh me fare. Nuk të falet tani. Bote e gërtiri, nuk i djetë. Nuk i djetë çfarë ndoshë. Kujdes, Demi, kini vëmendje. Në paralajmërimin ja u dhamë. Ikin, Binjakët. Binjakët, po. Binjakët. Binjakët. Pas një periudhe jo fort të favorshme, sot pasioni dhe emocionet rikthehen fuqishëm në jetën sentimentale. Ju dhe partneri do jeni të gatshëm të bëni sakrifica për të ndjerë mirë bashk. Edhe beqare do t'jenë të favorizuar me njohje interesante. Në planin financiar kërkohen masa strikte për të shmangur vështirësit. Po pra, e shikon se janë gjërat kështu të lidhura me njëra tjetrën. Në momentin që horoskopi thot që do kenë beqarët njohje interesante, ngushtohen financat sepse i kanë shpenzuar gjitha për këto njohje, për të ranë sy, për të bërë qefin. E kanë zirë për dreka darka, për optime, gjëra, ikën lekët, po tani dyja nuk do i keni. Për çiftet paktën që nga ditë shumë e mirë sot për binjakët, pas një periudhe të ngarkuar, sot do t'jeni qetë me do duheni me njëri tjetrin. Mirë, okej. Okej. Gafuria. Gafuria. E shojmë. Edhe pse disa persona mund të ndërhyjnë në jetën tuaj në çift dhe të përpiqen të krijojnë probleme, ju nuk do të lëkundeni as pak. Ndjenjat për partnerin janë të forta dhe askush nuk mund t'i zbehë. Beqarët, pa pritur, mund të përjetojnë dashuri me shikim të parë. Financat kërkojnë sakrifica, mund të detyroheni dhe të hiqni dorë nga diçka e çmuar për të stabilizuar situatën. Qa horoskopi. Pse? Sa bukur më foli? Foli bukur, më financat duan sakrifica, e kupton? Po tani do e bësh jërë sakrificën? Do shesës në që në base ka lidhën makinën kjo? Për të rregullu makinën, për të rregullu makinën, thot ai, duhet të bësh duhet lësh peng në Florinë, kështu pash as ashtu nuk kemi. Nuk e di që sakrificat çdo bëhen për gaforen, po jam sigur që nuk jam unë. Ja, se do e zgjidhi Luani tani. Pra, shiko, disa persona mund të ndryjnë në jetën e çift, thotë gaforja. Disa persona mund të ndryjnë, por ju nuk do të lëkundeni as pak, thotë. I pike gaforës. Djenë partnerin janë të fortë dhe askush nuk mund t'i zbehë. Kështu që ç'ke më rregull jeni? Apo ti ka hallin e anës tjetër? Jo.
Falke. Ose është horoskopi ju, nuk është i Luanit. Po mund për... Atëherë vërtet ndërhyj në jetën tuaj. Nëse do ndërhyj në jetën tonë, bie që mund të jetë i mashkull nëse është për gaforen, domethënë. Jo, detyrimisht, do të jetë një femër që ndërhyj në jetën tënde në çift. Po pra, në rastin tim është... Jo. Mund të jetë një gocë, po thua ti, për mua, apo jo? Jo për ty. Po jo më në jetën tënde në çift, pra ty të përket jeta në çift. Por mund të jetë një femër që... Dakor, në rastin tira po, në rastin tim jo, se e personalizova, dhe unë jam vajzë. Po jo, kuptova. Ecim të Luani. Se kuptova që thash, po nejse, oke. Ecim. Ecim. Em kuriozisht të ditë çfarë thotë për Luanin dhe a lidhet me gaforën. Nëse jeni në një lidhje, sot diskutoni gjatë për një çështje delikate, siç është makina. Dëgjojeni me kujdes partnerin përpara se të merrni vendime. Beqarët do përjetojnë një takim entuziast me një person shumë interesant me potencial për një lidhje serioze. Në planin financiar do gjeni zgjidhje të mira për të shmangur problemet. Mirë. Diskutimet të gjata të ketë sot Luani, keni kujdes Luenar, se mund t'ju bindin. Dhe duhet ta dëgjoni me kujdes partnerin. Se më pëlqeu kjo, që te ju gaforët tha që ju do jepni diçka në këmbim të, kupton? Kurse këtu thot në planin financiar për Luanin, thot do gjeni zgjidhje të mira për të shmangur probleme. Pas ato do marrin diçka, këta që marrin, ju jeni ato që jepni. Kupton, mbase mund të japësh diçka Luanit. Po, japim për ditë gjëra. Ecim tek Birgjëresha. Sot jemi. Dialogu dhe durimi do t'jem pika tuaja më të forta sot në çift. Edhe ata që kanë pasur vështirësi do të ndihen më të qetë. Beqarët do të kenë shumë takime, po për shkak të standardeve të larta nuk do të hedhin ende hapa konkret. Financat kërkojnë sërish maturi, sidomos kur bëhet fjalë për investime. Financiarisht jo mirë Birgjëresha, do keni durim dhe dialog edhe në çift, sepse me sa duket në çift nuk pas ka qenë një periudhë fort e lehtë për Birgjëreshët, po është dita që të zgjidhet, duhet të filloj dialogu. Sigurisht janë shumë mirë, janë çik si disit lëkundur, kujdes do të japi shumë vëmendje, kujdes do keni debate, dëgjojeni, jo po kështu, jo po ashtu. Beqarët prap po kanë fat. Kanë standardet larta. Beqarët do kenë shumë Nëse doni të lidheni, ulni standardet do kry. Ecim. Jemi tek peshorja. Peshorja jep. Peshorja. Jeta sentimentale do t'jetë përgjithsisht e qetë. Komunikimi do funksionoj mirë edhe nuk priten konflikte. Do arrini të sqaroni me qetësi edhe një çështje të vjetër. Beqarët do të mbeten ende vetëm dhe kjo mund t'i mërzisë disi. Financat për fat do t'jenë të stabilizuara. Paktën kanë financat peshorët. Pra se jeta në çift dhe jeta e beqarëve nuk më duket fort e mirë. Beqarët thot do mërziten disi. Ndërsa, jeta në çift do t'jetë përgjithsisht e qetë. Mirë, jeta në çift e qetë, financat stabilizuara dhe të mira. Në përgjithësi mirë. Me këto që në ndodhen, po. Ecim, jemi tek Bërciat. Krepi muja krepi. Urani se tensione dhe mos marrëveshje në jetën e çiftit. Nuk do bini dakord për shumë gjëra dhe debatet janë të mundshme. Tregoni më tolerant. Beqarët nuk duhet të sillen posesiv, çdo gjë ka kohën e vet. Financat janë delikate dhe gabimi më i vogël mund të ketë pasoja. Krepi sot që ka grop nga koka këmbët. Që ka shenë më e keqe. Do ta... Po nuk habitemi se Akrepi... është mësuar, thuj qik. Ka fituar imunitet Akrepi. Po, s'ka qenë Akrepi na një nga atat më të mirë ata manë. Po. Namin kemi. Asi gjë mirë, edhe financat që kishin pak shpresë në t'ishin mirë përfitonim, nuk do horoskopi, sepse e di kur që është ja, horoskopin e bën vetiri, edhe kushtësi nuk mund t'ishte mirë sot. Edhe nëse ka qenë ajo fjalia jeni mirë me financat, sot e ka hequr për shkak të bastit që vëmdje, premtimit që vëmdje. As kena vë fare as vëmtim pa ja futur. Je bëmë live, po. Vërte? Pa me në që ka thot Kris. Jo më ndodhi. Unë e kuptoj ku Krisa nga lu kokën gotë. Jo, ty bastin në sensin...
Do me thënë. I tham, nëse del mirë se tha sot nuk ju jap drekta, sepse nuk I kisha financat mirë. Jo, Gjana e ka borgjë një drekë se kam fituar basket. Ajo, po, po kemi të dytën. Qa po flistin, Po një mjafton. I dim ne ato punë mjafton të paguar. Të shigjetari. Sot mund të mos tregoheni shumë besnik ndaj partnerit dhe të tërhiqeni nga persona tërheqës. Wow! Kujdes, sepse bukuria është kalimtare, ndërsa karakteri mbetet. Beqarët do t'jenë shumë joshës dhe mund të njohin një person interesant. Financat nuk pritet të përmirësohen, sidomos nëse gabimet e mëparshme me shpenzimet vazhdojnë të ndikojnë. Wow, shqyqetarët Janë pasojat e veprimeve që kanë bërë nga ana financiare. S'ka qa ju bën as horoskopi, s'ju merr dot përsipër. Shqyqetarët sot do joshin të dyja kahet. Por, më bërë që përshtypje që I ka dhe një këshill shumë të pyrë sot shqyqetari. Kujdes. Horoskopi, se thotë, pa qka se personi që ju po ju josh, pra po josheni, mund tjetë tërheqës, është I bukur, më të tash, kujdes, se karakteri është ai që plenë. Ai që mbetet. Po nëse ai tjetri ka një karakter tërheqës. Atere futja një. Atere aty, mos qatë thamon. Ti e thele të gjitha mënyrat metaforike ose jo. Mos e zjapë më. Ecim, tek... Hajde, tek unë po fare, bicjapi. Atyre. Jepi. Okej, për të bërë jetën e çiftit më të bukur, për ta bërë jetën e çiftit më të bukur, duhet shtoni pak fantazi dhe të largoni rutinën. Beqarët rrezikojnë të njihen me persona të çuditshëm dhe jo të përshtatshëm. Mos u nxitoni të krijoni lidhje. Financat do të jenë të qëndrueshme dhe nuk priten probleme. Okej? Mirë. Po, stabil. Okej. Mos u nxitoni të krijoni lidhje. Në jetën në të çift ju mungo ka fantazia bërsjepër. Shtoni pak dozat. Me ty e kam, vajzë. Jo, se kam e në fare, e sigur që Po se të kam e... shke që fletë, more, I thash krisës. Po se kam e me se ti, unë krisa... Qa keti, ke frikë mos kushton fantazia? Maj, po them horoskopi këtë rast, se ka fare me ne. E drejt, hajë se shkoj voni të kujori. Jo, ka që di që thot patën për financat janë mirë, që ndrueshme. E kjo ka me një financat I thu. Okej, do të diskutoni hapur me partnerin dhe do gjeni zgjidhje për disa probleme të mbetura pezull. Marrëdhënia do përmirësohet ndjeshëm, beqarët duhet të tregohen më të duruar për të bërë zgjedhjen e duhur. Për sa I përket financave, për ujorët do përmirësohen pak, por shmangni shpenzimet e panevojshme, sigurisht. Se ju me vërtet do keni e temi përmirësime, po kjo zotot që duhet të shpenzoni, shpërdoroni e të rini rahat, ose mu rregulluan financat mua, jo. E drejtë, se mirë do ishte të mendoni më ashtu. Hajde, shenja e fundit peshqit. Hajde. E shohim, nëse do tjetë ajo shenja me mirë, apo jo, se kush ishte deri tani? Akrepi jo I herë. Ndjenjat në çift do t'jenë shumë të forta dhe do t'i shprehni më lirshëm se kur. Atmosfera do t'jetë ngrohtë dhe plot emocione. Beqarët do të marrin shumë propozime, por do të e kenë të vështirë të zgjedhin. Financat për fat mirë do njohin përmirësime. Shqyqyr. Edhe për qapi ishte mirë. Edhe një gash, ja, po edhe pesh. Beqarët shumë propozime, ndjenjën në çift shumë të forta, Shumë të mira, po. Më mira. Financat do të njohin përmirësime, një nga shenja më të mira mund të jetë. Çfarë duan më shumë nga jeta? Peshi vend parë, bricapi Një peshk tjetër duan. Akrepi është në fund fare. Okej, mirë, kemi ardhur në fund të pjesës së parë, 36 për shumë në jemi reklama fare shkurt dhe rikthehemi. Okej, erdhëm, rikthehemi. Jemi gati për të parë faktin e ditës. Ecim. Fakti ditës. Kush është? Hajde. Shumica e vendimeve të rëndësishme merren nga emocioni, jo nga arsyeja. Logjika shpesh vjen më pas vetëm për të justifikuar zgjedhjen. E sakt. Jeni dakord vajza? Bie dakord. Po. Jo. Jo. Domethënë, jo 100%, se jo të gjitha vendimet e rëndësishme merren me emocione dhe jo me logjik, me arsyetim, por pjesa më e madhe e njerëzve, konkretisht për ata që janë emocional, përfshirë tu dhe vetën time, her pas here më shumë ndikojmë të emocionet. Pra, unë si njeri them më mirë ta bëj me zemër se sa pastaj më ta bëj me logjikë dhe mos ndihem mirë. Çka, unë nuk mendoj. Dua të ndihem mirë kur marr një vendim. Mendoj paktën unë. Se edhe unë si
pjesa më e madhe e njerëzve, se nuk ha buk veç. Veç ha buk, se ha buk më shpirtin, po. E kam fjallën që edhe unë mendoj që ka pas raste që pjesë më të madhe të rasteve kam vepruar dhe kam marrë vendime emocionalisht. Dhe jo me arsye, po nuk mendoj se e bëjmë me vetëdije, me dashje dhe themi që sot unë të zgjidh të marrë një vendim emocional. Mirë. Kupton, e thjesht ndodh. Për shembull, je në një situatë të caktuar, në një takim pune, edhe gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet, ti në vend që të fuzësh arsyen punë që thua tani duhet t'i bindë dhe duhet të gjej një mënyrë për ta çuar përpara dealin, jo dealin, po dealin. Marrëveshjen fol shqiptar. Po, marrëveshjen, do atë që përpara marrëveshjen, ti zgjedh të çosh nga tavolina tikësh edhe thuash, i kam nuk du të merren fare, kupton? I kam lënë zotin. Po, i kam lënë zotin. Po. Ndërkohë që ky është një veprim emocional, kupton, ti mund të ndjesh mirë për momentin, po. Po, mendoj që gjithë në një moment jetës tonë kemi marrë vendime emocionale. Patjetër. Kemi marrë dhe vendime që janë, më thënë, le themi janë... Kush është një vendim i janë marrë me logjik. Merë diçka në mend. Kush mund të jetë një vendim i rëndësishëm që keni marrë ju, por me arsye, jo me logjik? Me arsye? Po kam përshtypjen me arsye zgjidhen vendet e punës, projektet e punës, me arsye, me logjik, që ti arsyeton, logjikon. Na bëjnë më vetë. Po ti nuk më pyete për çështjet vendimet që ke marrë me zemër. Jo. Unë dua ato me arsye. Për shembull, po ti Kris. Ore, me arsye janë këto. Pa arsye, kur ndjek zemrën dhe intuitën, janë t'jesh me 50 euroshin e fundit dhe të presësh bilet. Ajo, po. Ky është një vendim që ti thua dvejku dvejku. Jo, sa i përket punës, edhe me punën, pak të ditët e sotme ka shumë njerëz që veprojnë më shumë edhe nga ana emocionale. Pra duan të bëjnë një punë që e duan, jo një punë që thjesht jep para dhe nuk i jep asnjë kënaqësie. Ka njerëz, paktën unë personalisht si Kris, ca herë kam nisur punë të reja gjithmonë. Okej, edhe nëse kam qenë shumë skeptike në fillim, kam thënë që okej, do ta provoj. Nëse shoh që nuk po marr kënaqësi, do heq dorë, kupton? Po, patjetër. Po çka se gjithmonë kam marr vendime, me thënë drejtën, kam bërë punën dhe po bëj punën që dua, kështu që nuk është se më... Po një arsyetim ti e bën përpara se ta pranosh një ofertë. Po, gjithmonë një arsyetim e bëj që ku do më çojë mua kjo gjë. Një arsyetim ose si e shoh unë vizionin e vetes disa vite më mbrapa dhe sa më rrit mua ky vendim që do marr, sa më zhvillon, sa më ndihmon. Ja të them unë një rast ku kam përshtypjen të bini dhe ju dakord, po dhe teledëgjues, teleshikues. Për shembull, është rasti ku partneri ose partnerja vendos se që dorë nga personi gjysma tjetër e zemrës, pra nga personi që duan, vetëm për shkak sepse personi që kanë përballë, pra partneri ose partnerja janë toksik. Pra dhe ti vendos të mos ndjekësh zemrën, jo të marrësh një vendim emocional, por një vendim ku fut arsyen. Kupton, duhet heq dorë nga ky person, sepse pa çka se unë e dua, po më bën keq, kupton? Po, dëmtojmë njëri tjetrin, nuk është një gjë afatgjate, është një gjë që të konsumon, të merr vite nga jeta. Pikërisht po, të heqësh dorë nga partneri. Dhe kjo automatikisht ndikon dhe në raportet tua me shoqërinë, dhe në raportet tua me punën, raportet tua me familje, pra ti si njeri ndryshon, transformohesh. Ky është një vendim i marr me arsye, duke futur arsyen në punë, kupton? Por deri në ato momente kur ke duruar ka shumë vite njëri që nuk të përmbush nga gjitha anët dhe është toksik, atëherë deri në ato momente ti thjesht ke justifikuar zgjedhjen. Duhet të jesh pak shumë i fortë emocionalisht, shumë i pjekur emocionalisht që ta bësh këtë lloj vendimi që thotë Tiri. E di kush është e bukur është që shpesh janë kundërshtime njëra tjetrën. Pra, nëse merr një vendim emocional, ke lënë pra bien ndesh me arsye. Si u dalin zakonisht vendimet emocionale, për mirë apo për keq? Sigurisht që jo për mirë. Vendimet emocionale nuk para dalin për mirë. Vërtet, as mua. Nuk para dalin për mirë. Tani emocionale kështu në moment, po ka raste që nuk dalin mirë, por kur e mendon pak gjatë, po e shikon me zemër. Kur vendos të zgjedhësh emocionin para arsyes, jo kur vendos zgjedhësh me emocion edhe kaq. Nuk e di pse u mendoj që ndonjëherë emocioni lidhet pak me intuitën e brendshme, kupton? Pra, sensin parandjenja, që nëse bëj të gjën, kam frikë. Dhe ti, jo, kanë njerëz që veprojnë me intuit dhe i del më mirë, kupton se e kanë shumë, e kanë si një lloj shise më të zhvilluar dhe më të fortë se logjika. Pra që nëse unë e bëj këtë punë, një ditë.
Pikërisht, pra, pikërisht. E, po tani, edhe logjika të shgënjen ndonjë ditë, edhe me logjikën... Ose gabon, po. Pa tjetër, janë gjitha njerëzore. Nese, po njerëz jemi normalisht. Njerëz jemi, e vërtet është. Edhe gabon. Ku jemi, ma? Tani jemi tek... Scrolling, po. Si ma arroni scrolling shumë. Hajde, shojmë që ka ndodhur. Igla. Unë nuk se arroj scrolling, thjesht e fokusuar shumë të rubrikat e mija. Okej. Partneri ideal për Rina Balajn duhet të ketë këto karakteristika njerëz, këngëtarja e njohur. Apo shtypjen shif si mbojnë edhe kupto karakteristika që ajo zgjedh. Tani ajo u bën kohë që janë ndarë faktikisht. Po ajo ashtu u shpreh. Duhet të ketë trupin e gjakut tot. Jo, a u shpreh atëherë ajo që ajo është mashkulli perfekt? Po mirë, aso kohë ajo atë ka parë mashkullin e saj perfekt. Tani, mendoj mos ka dita kritere është ideja. Okej, misterios dhe selektiv. Rina pranon se tërheqin djemt misterios, ata që nuk janë të hapur me këdo dhe që nuk kërkojnë vëmendjen e gjovajze. Për të, ai duhet të ketë diçka intriguese që e bën të mendosh më shumë. Fiziku, pa muskuj, me pak bark, edhe Rina që ka pjesë e ati studimin që vajzat nuk se janë shumë fiksuara pas me shkujve me muskuj, pa me pak bark. Artistja tha me shakas, ai nuk është tipi palestrës që bën kështu, le të themi, këto mirror selfies për këto fotot në pasqyrë në palestër. Madje ajo paranoj me humor edhe detajin që u bë titull disa ditë më parë, ai ka pak bark, gjë që për Rinën s'është as pak problem, përkundrazi e bën njeri më real, punëtor, ambicioz dhe familjar. Rina theksoi gjithashtu se vlerëson meshkujt punëtor dhe ambicioz, por edhe ata që kanë një raport të fortë me prindrit dhe me familjen. Komunikimi dhe vëmendja, për të marrëdhënia ideale nis me mesazhet e mëngjesit, ajo la të kuptohet gjithashtu se vëmendja e vazhdueshme është thelbësore. Nëse partneri nuk është prezent dhe nuk i kushton rëndësi, atëherë nuk është i duri për Rinën. Që jam e bindur që Rina ka disa pika që një pjesë e madhe të vajzave kërkojnë. Njësoj, mendojmë dhe ne. Te partneri. Unë jam takuar të dy faktikisht, edhe Rinën edhe... Si të duke kanë qenë bashkë. Janë shumë cute, me thënë drejtën, për qenë si ishen shumë të orientuar drejt punës që kishin për bashkë, do një për një projekt. Muzikës, po. Si do qoftë, me qëfar thue dhe me qëfar ka lënda artistja dhe në kuptoj, duke që artista dhe diku e ka gjetur partnerin e saj, pa të shka se nuk e ka bërë shumë të ditur, ka dëshiruar të mbaj, edhe dëshiron të mbaj largë publikut, a i nuk i përket botës showbizin, ndryshe nga ish marrëdhënia që ka pasur me Simbojnë. Në fakt shumë do të gjithmonë, nisemi një marrëdhënie që bëhet, qa ke mo? Ja mos kam gjë mo vla, gjua. Nisin me një marrëdhënie. Unë qeshme me vete dhe kjo do qa ke mo. E po, kur qesh me vete në tjere, në popull... Na thuaj me zyshën të qeshim dhe ne. Nis me një marrëdhënie pra që bëhet të madhe, merë buj, e njojnë gjithë, e komentojnë gjithë dhe përfundojnë pastaj me një marrëdhënie komplet private, 100% private po thuajse. Po që jam e bindur që prapë nuk është edhe shpëtojnë syrit publikut. Do kape një ditë në rrugë, do bëhet foto në paparazzi, do shpërndahet fotoja në rrjetet sociale. Po ka njerëz që përpiqen t'i bëjnë private. Nëse sidoqoftë ne i urojmë një jetë sa më të gjatë dhe sa më të lumtur Rinës me partnerin. Me dashkime. Okej, ecim. Hajde. Okej, kromozoni Y, i cili përcakton gjinin mashkullore të njerëzit, po zbret gradualisht. Ua, sa lajmi keq. Sepse për gjatë 30 milion viteve ka humbur afërsisht, ka humbur afërsisht 97% të geneve të tij origjinale, duke u tkurrur rreth 800 në afërsisht 55. Shumë prej segmenteve që kanë mbetur sot janë ADN e përsëritur, e konsideruar si junk DNA. Lutemi dhe degradimi i tij është një proces i ngadalt i vazhdueshëm evolucionar, por vlerësimet për zhdukjen e plotë të këtij kromozoni ndryshojnë shumë nga miliona vite deri tek kur përshtatja mbetet faktori kyç. Ndryshe nga kromozoni X, kromozoni Y tek meshkujt nuk ka një partner të ngjashëm me të cilin çiftëzohet dhe të shkëmbejë gene. Kjo do të thotë se ka më pak mekanizma riparimi për gabimet genetike, si pasojë mutacionet e dëmshme prirën të grumbullohen më lehtë me kalimin e brezave dhe një pjesë e geneve humbet ose dobësohet gradualisht, dhe ky proces i ngadaltshëm quhet, ose më saktë, degenerim i kromozonit Y. Po, që do të thotë
rrofshim vajzat, sepse vajzat do të sundojmë botën, do të kemë pushtetin, dhe kush jeni ju para nesh. Po, dhe në qofë se ikin meshkët, që do bëni ju? Ndëroni edhe ja përja 30-20 vjetë edhe? Edhe? Edhe që do bëni? Ua, kam mënyra të reja shkencore. Që do bëni? Teknologjia po evolon. Mund mos na duhet fare ndihma juaj në të ardhmen, nuk I dihet jetës. Mund, the. Mund, po. Por për sa kohë thua mund, është me tani edhe pse kanë ngritur shqetësimin e të ardhmen afatgjat, shkencëtarët nuk thonë që kjo është një zhdukje, apo tregon një zhdukje të meshkujve. Në fakt, disa gjitare kanë humbur tashmë kromozonin Y dhe janë përshtatur duke zhvilluar mekanizma të rinj. Shkencëtarët sugjerojnë se edhe njerëzit mund të zhvillojnë një gen të ri përcaktues të seksit, nëse do duhet, por afati kërhor për një zhdukje të mundshme mbetet ende I debatueshëm. Tani ende janë pak si në diskutime, çfarë do ndodhi, si do jetë zgjidhja. Shumë ka disa shtete që po e vuajnë këtë mungesën e meshkujve. Duket nuk e di cili shtet ka qenë Grinlanda, duket mos gaboj. Një shtetë I tillë me land në fund. Kishte 80.000 lekë për nuse diçka. Po, raporti ishte, domethënë kishte një lohati prej 80.000 femrash më shumë se sa meshkuj. Edhe është normalisht është. Edhe në Shqipëri mos gaboj, balanca e lindjeve është më shumë vajza. Po është shumë, do të thënë është shumë afër. 50 me 48 diçka. Po pra, domethënë nuk ka shumë diferencë. Ndërsa nuk e di, jo, është çik pra mi tjetër scrolling. Okej, ecim. Me ecim. Vajza kujdes. Po, ju nuk duhet të dashuroheni kurrë me këtë lloj meshkujsh. Pa, hajde beqaret syt hapur. Ai që dashuron pijen. Kë? Ai që e dashuron pijen. Pijen? Pijen. Tash kush është kjo? Prisi tani, po. Sepse një njeri I tillë mund të jetë I rrezikshëm në kuptimin e vërtet të fjalës. Ata që pinë sillen ndryshe, disa bien në gjumë të qetë, disa të tjerë sillen në mënyrë jo të duhur. Pra, ju kur nuk duhet të ndjeni si një grua pra një njeriu të alkolizuar. Alkooli shpesh shkakton impotencë, me një njeri të tillë është gjithmonë e dobishme të bësh roje natën. Pra nuk. Po, shumë e vështirë. Mos merr një njeri që pije. Që pinë. Tradhtari. Ky njeri në thelb nuk ka ndjenjën e besnikërisë. Ku një person tjetër shfaqet në horizont, ai do ju tradhtoj pa hezitim. Ata nuk mendojnë se sjellja e tyre mund të dëmtojë një grua. Ata mendojnë se vetëm për të kënaqur epshin e tyre dhe marrëdhëniet seksuale me gra të tjera ju rrit vetëvlerësimin. Për fat të keq. Sigurt kishte një detektor që gjen këto tradhtarët. Po janë shenja mendojnë që kuptohen. Ai që dëgjon ka dhe femër, nuk ka vetëm meshkuj. Po një sekondë. Po mirë, ne kemi vetëm meshkuj, do ta gjejmë me vajzat nesër edhe do ta sjell. Ai që dëgjon gjithmonë mamin. Fjala nën për të është ligj. Prindrit duhet të respektohen padyshim, por kjo nuk do të thotë që nëna duhet kontrollojë jetën e fëmijës në moshë të rritur. Përgatituni për vizitat e paplanifikuara dhe të shpeshta të vjerrës, komentet e saj të ashpra dhe kritikat e pafundme. Ja, se s'vlen për gjithë, po ideja është që e kemi diskutuar dhe në studio, që mashkulli është ai që realisht e vendos pak raportin e si du ta ketë me tjemën, po edhe me partneren pasi nis bashkëtesa, limite që duhet kenë me njëra tjetrën, se cila ku e ka vendin. Pak vajza ka pak role për të vënë limitet e saj që në fillim. Jo, nëse ti ke një partner edhe fjala, më thënë, fjala nënës tënde vazhdon të jetë akoma ligj, është pak problem. Kështu që është një tjetër gënjeshtari. Ky njeri shtire gjatë gjithë kohës dhe kudo, edhe kur nuk ka një arsye për të mashtruar, ku nuk mund ta zbulosh realitetin, ju ngatron me një rjet edhe ju fut në një rjet me mashtrimesh. Pra gënjen edhe ju është bërves. Gënjen edhe kush ka për çat gënjej. Hajde ta kuptoj historira, varet. Se kupton dot, e kupton pas shumë vitesh kur e njeh. Kur e shet, domethënë, po. Në fillim kur zbulon pas 5 vitesh që ka një për moshën. Më keq nga gjithë ato që përmendëm mos përveç ratisë, nuk e Ja këto që tonë isha në hënë, unë par dje, shkova pak atje. Ka njerëz, unë për shembull një shok, kam njerëz meshkuj që janë të tillë dhe është deluzional komplet, ëh? Domethënë, po, edhe e kam kap një herë që gënjente dhe po jo thot, po se prapë vazhdon gjeni me rrugë tjetër. Jo, kur e kapa kështu, domethënë. Okej. Në gjithë një justifikim tipit, po pse unë kështu ndjem gjallë, kështu ndjem. Përveç kësaj, ata fillojnë dhe besojnë dhe gënjeshtën e tyre. E kanë live kështu më live
Dhe më thënë, e kanë pjesë tjetës. S'pojnë do të ndryshe, vërtet I është. papjekuri do bëheni një nënë e kujdesshme për të, por jo një grua. Ai nuk mund ta përballoj ose nuk mund të përballoj vështirësitë elementare dhe kërkon mbështetjen e gruas për çdo gjë. Një njeri i tillë nuk di të paguajë faturën, nuk përpiqet të përmirësojë të ardhurat e familjes, fiton më pak, pra nuk është i përgjegjshëm. Dhe i fundit Dembeli. Është e vështirë të njohësh atë në fillim. Është e vështirë ta njohësh atë në fillim të një marrëdhënieje. Ky njeri nuk mund ta tradhtojë veten, zakonisht njerëzit Dembel zbulojnë veten në të gjithë lavdinë e tyre kur janë të martuar, por ju vini re se burri juaj nuk bën asgjë për ditë të tëra. Për tacia, nuk aspiron asgjë, për ata thjesht e shijojnë pra të qëndruarit kot në shtëpi, shtrirë, pra duke mos bërë asgjë. Kështu që edhe për një person të tillë, si i papjekur, si Dembel, sërish ju do bëni nënat e tyre. Vetëm shpresoj që vajzat ta kenë intuitën aq të zhvilluar se sa ti kuptojnë këto sjellje që në fillimet e tyre, se zakonisht nga eksperiencat tona jetësore ndodh që e kupton shumë vonë. E vërtet. Po pse, do të thënë, një pyetje, pse këto pika që ju përmendët nuk vlen dhe për femrat? Po vlen më kushta, ke plot femra Dembele. Pse keni shkruar vetëm për meshkuj? Ashtu është Po tani është me karakteristika, pastaj motivin e femrës kemi edhe gjëra dhe tjera mbas më ndryshe nga meshkujt. Jo çdo gjë është njësoj. Nuk tu. Nesër për të çketi. Do ta gjej unë një nesër ka stile. Kemi më scrolling. Po kemi, po kalojmë te kënga tash. Kalojmë te kënga atëherë, okay. Mirë, okay. Gati tjerë. Ecim, gjej këngën. Hajde. Atëherë, kush ishte kënga e djeshme që ne s'ja patëm iden? Every breath you take, Oh. and every move you make, every bound you break, every single day I'll be watching you. The Police, pra Sting, ka që këngëtari i The Police, titulli i këngës është Every Breath You Take, sigurisht, patjetër. Okej. Mirë, për sot, vajza. Jepi djali. Haj. Na 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 na. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore. E po emri mos si ka espresso macchiato është con titulli. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato con le Espresso macchiato. Bravo, bravo. Si ka emrin ai? Tommy Cash, Tommy Cash, espresso macchiato. Bravo. Oh, Tommy Cash. espresso macchiato. Ta mendosh që s'është as italiana, spanjolla, asgjë, domethënë nga cili shtet ishte ky? Nuk e di. Nuk e di mirë, po solli komplet vibe italian, domethënë. Po. Hajde, këngë. Nice, e dyta atëherë. Eminem, Mockingbird. Mockingbird, po. Baby, Daddy's gonna hold you through the night. Vashmi, sa shpejt e gjetët. Oh, kjo është rikthyer. Eminem. Është Eminem dhe është rikthyer shumë si këngë. Everything's gonna be alright. It's gonna be alright. Okay. And if you ask me, Daddy's gonna buy you a Mockingbird. I'm gonna give you the E treta për publikun, jepi. Po të lëmsh, a
bot këngën lëmsh. Ne ta zbukuruam këngën, po rri aty. Hajde, të bëj vetëm introin që ta kuptoj publiku. Jo, absolutisht. Publiku e kuptoj, është shumë e qartë. Jo, më jasë ishte lëmsh, se pra jo, jo, s'bëhet fjalë. Hajde iki për reklama dhe vim pas pak në ftuarit. Ishte shumë e bukur si që ishte. Ishte shumë mirë, mo. O djali, të lutem shumë, o regjia reklama.